Përshëndetje miq të dashur. Kjo video shkon për opozitën. Sepse opozita e din. Po unë do e pyes opozitën, sidomos opozitën e PDK-s. Edhe me thonë kështu mas saksisht Skënderaj. Si ka mundësi midis Skënderaj më gjinë diçka mas 20 vjetë. Të ndëgjoj. E një komunë paralele sërbe për Skënderajin u mbyll dje. Teksa sot policia e Kosovës ka bërë me dije gjatë kontrollit në atë objekt janë gjetur dhe konfiskuar dokumente dhe pajisje të cilat vërtetojnë se në këtë objekt ilegal janë lëshuar dokumente të falsifikuara. Kjo objekt për cilin po? Po normal që s'ke pritë tërsan për posfalsit. Shumë e vërtet. Ama une e pyes Skënderajin, komunën Skënderajin, policinë e Kosovës, prokurorinë e Kosovës, si ka mundësi 28 komuna ilegale sërbe me funksionu në Kosovë 20 vjetë. Shkojmë. Rasin pra është mbyllur me dalë 16 tetor 2024 nga policia e Kosovës. Një ditë pas, policia e Kosovës ka intervistuar përgjegjësin e kësaj komune paralele, ku pra bëhet e ditur se njëjti është ndoqur në heshtje. Shumë e rëndësishme bre, Skënderaj kish posis institucione paralele. Habib, Skënderaj i rrethon për shqiptarëve, institucione. Skënderaj ma shumë të matë me o që kënë. Si e këne liju? Si e këne liju, më tregoni, opozit. Midis Skënderaj me punu shkjet atë. E kështu mbrone, jo kështu, jo kështu, jo po kështu, jo po Albini, Sarbisja, po kështu. A ju e midis qyteti, aty, ju ka 24 vjetë gati vi bjen. 24 vjetë, të i qeverisë atë. S'kam fjallë. Komunë paralele në Skënderaj. A i ka po asë. S'po du asë me njëse për në kohë. Se vetë Serbi kër të folet, miq, i dua shumë respekt. Opozit, me nëne mirë ku votoni, sepse përshani vetë situatën. Respekt të Albin të Lumsha.